Janari do të sjellë dimrin e vërtet. Kjo parashikohet nga meteorologët për ditët në vazhdim. Sipas tyre, temperaturat do të vijojnë të ulët, ndërsa ajra e fortë, e cila krijoi jo pak probleme në det, do të përsëritet sërish deri në fund të muajit. Deri në datën 15 do të jemi me kushte kryesisht të qëndrueshme, me kthjellime, por do theksoja që temperatura do të pësojnë rënje. Në fakt, rënja do ndjehet duke filluar që nga mëngjesi ditës së nesërme, ku ne kemi 3-4 gradë rënje, gjithë ditët e tjera në vim do të kenë rënje të lehtë dhe graduale, duke bërë mëngjeset më të ftohta, temperaturat minimale më të ulta do të shënohen kryesisht në pjesën e juglindjes, ku termometri do të zbresë edhe -6 apo -7 gradë Celsius, ndërkohë gjatë mesditës ne do të kemi një rritje të lehtë, duke qenë se nuk do t'i kemi rreshje të pranishme. Parashikohet që temperatura maksimale të shkojë 16 gradë në zonat bregdetare. Me një parashikim të përgjithshëm sipas meteorologëve, muaji i parë i vitit do të jetë tipik dimëror, me rreshje dhe temperatura të ulta.